Mbrëm Tetova përjetoi një makt të vërtet. Lëkundjet e tërmetit shqetësuan shumë banor. Shumë prej tyre dolën para objekteve të banimit për të shmangur goditje tjera eventuale. Por që thonë qytetarët e Tetovës, si e përjetuan ata natën e mbrëmshme. A e ndëgjuat mbrëm tërmetin? Po, e ndëgjuat. Dhe si e përjetuat? S'ka këtë përjetoj, qërë është, vajnë një sekundë, kaluaj. Po, e kam dëgju. Dhe si e përjetuat? U pata pak frikë, po prap u te kalua se u ndale, për fatë mirë, qarë dhe shumë. A e ndëgjuat mbrëm tërmetin? Shumë, Si e përjetuat? shumë keqë. Shumë keq, po a jetoni në shtëpi apo në banesë? Shpi, Në shtëpi? Po. Dhe cila është gjëja e parë që ju ran në mend? po dritë një shkate në salonën, ajo është. A e ndëgjuat mbrëm tërmetin? Po, janë rrugë jem tonë. Në rrugë? Po. Po ju? Jo. Jo? Po e ndëgjo. A dolët Si nga shtëpia? zakonisht, s'ka, tërmet, jo tërmet, nuk e para lëndrim. Pa Zotin dolët nga do. shtëpia? Dullum po, U kthit. u këthim në rria. A e ndëgjuat mbrëm tërmetin? Po, Dhe si reaguat? 10:05, Si reaguat? si do reagujmë? A dolët nga Ajo- shtëpia? Jo, nuk dolem këtë shtëpia, por u përgatitëm të jemi të gatshëm me ikë nëse ndodhe dhe faza e ditë e tërmetit.